Përshëndetje atëherë të gjithëve, mirë se keni ardhur dhe gëzim me pas secilin, mirë të veçantë ju që sot keni vendosur që më mbledh së bashku në këtë të diele për lavdinë e Zotit, për gëzimin e Tij në jetën tona. Edhe mirënjohës që ne së bashku mundemi sot me ngrit lart emrin e Perëndis. Studiues të shumt na thonë që mesi i Biblës në mënyrë përmbajtësore, është psalmi 117. Edhe prej atij psalmi, prej psalmit 95 deri te psalmi 117, ka shumë thirrje për me lavdëruar Zotin. Thirrje, ejani të mblidhemi e të lavdërojmë Perëndin, ejani le të shpërthejnë në britma gëzimi, ejani të duar trokasim, ejani që të mblidhemi rreth fronit të Tij, e kështu, ka pra për plot thirrje. Edhe ai psalmi që thash në 117 që është një thirrje për gjitha kombet, ejani po ashtu gjitha ajo kombet dhe lavdëroni ata. Sot në mesin e këtij grupimi të psalmeve do lexoj psalmin 100. Pra ju që doni me dëgjues e keni Biblën e hapur, atëherë nga psalmi 100. Dërgoni klithma gëzimi Zotit. Çfarë thirrje na bën Davidi, mbreti David. Njerëzit zakonisht i dërgojnë klithma lutjeje, klithma të ndryshme në gjendje të vështirë, por ja këtu kur ai sot na inkurajon dhe e thirr popullin e vet të zgjedhur ata që kanë vërtet Perëndin në zemër, duke u thënë, dërgoni klithma gëzimi Zotit. O banor të gjithë tokës, pra jo vetëm një popull, jo vetëm një pjesë e veçantë, por gjithë banorët e tokës, i shërbeni Zotit me gaz. A dini si është mi shërby Zotit me gaz? Lavdi Perëndis që ai i ka ndreq jo vetëm zemrat tona, po i ndreq edhe fytyrat tona. Me gaz që ata që bëjmë, e të shërbejmë ati thot me bo me gaz. Grupi Galdime le të bëhet gati për të kënduar, pra i shërbeni Zotit me gaz, e janë i para Tij me këngë gëzimi. Pranojni që Zoti është Perëndia, na ka bërë ai dhe jo ne vetë, ne jemi populli i Tij, dhe kopeja, pra grigje e tina, e kullotës e Tij. Hyni në portat e Tij me falënderim dhe në oborret e Tij me lavde. Kremtojni, bekoni emrin e Tij, sepse Zoti është i mirë, mirësia e Tij është e përjetshme dhe besnikëria e Tij vlen për të gjitha brezat. Le të fokusohemi në Zotin ton, në gëzimin që ai na sjell. Le të shërbejmë atina me gaz, le të bëjmë këngë gëzimi, të pranojmë kush është Perëndia, që është krijuesi jon, le të dimë që ne jemi kopeja e Tina, le të bëjmë falënderim me Perëndis, ne në oborret e Tina, me lavde, le të kremtojmë dhe bekojmë emrin e Tina. Zoti është i mirë, mirësia e Tina është e përjetshme, besnikëria e Tina vlen për të gjitha brezat. Le të lutemi dhe të falënderojmë pashtu me fjalët tona. Perëndi i madh, Perëndi i shenjtë, Perëndi i mirë, falënderit që ti je në mesin ton, edhe të bekojmë sot emrit lart ngjitet. Emër mbi çdo emër. Falënderit Perëndi për këtë vend dhe për këtë tokë dhe për secilin që është këtu sot është mbledhur në emrin tan. Falënderit për të tjerët, për mallin që kanë për ty e për oborret e tua. Ti jemi mirë Zoti Jezus. Sot e ja, edhe bën një vend të ri me anë të fjalës edhe me anë të lavdisë tënde. Ne mujmë të qëndruar të drejtë përpara Teje në sajtë të Birit, Krishtit, Zotit ton, shpëtimtarit ton. Falënderit Perëndi. Amen.
O Zot, faleminderit për punën tonë që ti je duke bërë, Zot, në jetën tona. Me njohës, Zot, kudo që mbledhen sot trupi yt në Kosovë, në Dardani edhe në Shqipëri. Edhe faleminderit Zot për shërbesin tënd të fjalës vllajën ton, mentorin, edhe ne lutemi këto momente edhe për kishën atje ku mbledhet, ti je ti, andej të lavdrohesh, e të rrënjosësh e ti themelosh ata, ashtu sikur se edhe ne presim prej shërptorit tonë, në Krishtin Jezus, dorëzojmë te ti. Amen. Amen. Pastor për fëmiu i ka thënë tëra të gjëra të mëdha për mu. Të njeriu është shumë të vogël që e kishte hirin e Zotit për të arritur gjithë ato, por asnjë gjë nuk do ishte e mundur pa hirin e tij. Besoj për shtatë të mirë, sepse këtë fjalë që Zoti ka vendosur në zemër tek unë sot, është pak edhe një histori rrëfimi e udhëtimit tim me Zotin, sepse ne së bashku tani me bashkëshortin tim me Frosinën, jam i martuar, kam 3 fëmijë, djali ynë i madh ka mision, mbush 18 tani, djali ynë i dytë është Gabrieli, është 14 i gjysëm, dhe në Shqipëri thojnë qershia mbi tort, embelësira familjes tonë Rama, është vajza jonë Izraela. Sot nuk do të predikoj për Izraelin, dhe Izraelin se shpesh njerëz mendojnë për shkak që babi i Izraeles ka një lidhje me Izraelin, gjë që është e vërtet. Unë lutem me duat kam, me mbështesat kam, me aq sa kam mundësitë mia, do të qëndroj edhe në rast se do të më kushtoj një çmim dhe nuk do ta ndryshoj mendimin derisa Jezusi do të vijë apo unë do të jem tek Jezusi. Por ka një arsye tjetër pse ajo quhet Izraela, këtë do t'ja them kur të vi herën tjetër. Unë mbram, ku erdha këtu të gdhoma, mendova pak me veten tim, më thash, çfarë gjuhë të flas sot? Se vërtet është që unë kam lind në Gjakov, jam rrit në Gjermani, dhe tash po i bëj 24 vjet, 23 vjet, në Pogradec. Kështu që thash mendor tani të flasë gjuhë letrare, të foli që folim ne këtu në Kosovë. Kështu që ju do të më jepni pak hir nga Zoti, në rast se shumicën e pjesës time të fjalorit do të vazhdoj siç i kam tani, mendoj fjalë aty këtu për ta identifikuar veten që vazhdoj ta du këtë vend, vazhdoj ta mbështes këtë vend. E falenderoj Zotin vazhdimisht për këtë mundësi që më ka dhënë me pastorin tuaj, por edhe nëpërmes tij edhe me ju të tjerët, që kemi mundësinë për të disata në herë për të qenë bashkë me juve këtu, është më të vërtet bekim shumë më madh nga Zoti. Këto mendime që do të ndaj nga fjala e Zotit sot, unë i lutem Zotit që do t'i marrim në zemër të përgatitur, dhe thash më të vërtet janë gjëra që edhe në një pjesë të predikimit tim ju do ta dëgjoni një pjesë, një rrëfim të vogël që ka të bëjë edhe me historinë time aty.
Kështu që këtë fjalë që do të dëgjojmë që mund të ecish gjatë për kujdes rrugës, janë edhe eksperienca ime këtu, rrezikohem unë, kam qenë unë rrezikuam dhe rrezikohemi të gjithë me jetën tonë duke shërbyer Zotit apo duke qenë në udhëtimin tonë të përbashkët për lavdi të Zotit. Duke qenë se është një shërbes me një stil ndryshe në fakt, të tavolinave, më pëlqeka si ide, por ku ulemi kështu ne do të bashkëbisedojmë pak. Kështu që kam dëshirë të ashtroj një pyetje shumë të shkurt, për të thënë kush nga ju ka humbur ndonjëherë diçka që ti je trembur shumë në momentin ku e kuptoj si ke humbur. Një gjë me vlerë. Mund të jenë qelsat e makinës, qelsat e shtëpisë, mund të jetë ora jote, mund të jetë karta e bankës, mund të jetë portofoli, mund të jetë zinxhiri, mund të jetë unaza martesës, mund të jetë kafsha jote e shtëpisë, nuk e din që për ata që kanë. A mund të më thoj dikush, kush nga ju ka humbur një gjë me vlerë që ka thënë kuku o Zot, çam gjeti? Okej. Motra e tena e ka humbur një kulet. E ka humbur unazën e martesës apo të fejesës. Shpresoj që bashkëshortja motra e Belgize më do të ka qenë e hirshme pastaj me ty. Sepse është një gjë në fakt për ne burrat me shumë vlerë. Unë e lexova një histori të një burri i cili ishin në udhtim me bashkëshorten e tij së bashku me veturë, edhe ndalojnë në një nga ato pushimorët e karburanteve, dhe gruaja vanohet pak më shumë, po ajo pas ka qenë si një traditë që shpesh gruaja zhvënu më shumë, edhe gjithmonë bashkëshortja ka qëndruar mbrapa ulur në sendile. Dhe kështu që kanë dalur të dytë, edhe ai më dhen gjithmonë që nusja është mras brenda, e ka ndezur veturën edhe ka filluar edhe ka ecur 100 kilometra. Pas 100 kilometrave e kthen kokën mbrapa dhe zbulon mos. E kam harru gruan. Unë nuk do të kisha dëshirë të isha në mes, pasi është kthyer prapë për të marrë në mes bisedës së tyre bashk, për ta përjetuar atë bisedë. Por ja që ka ndodhur më të vërtet që pas 100 kilometrave ai e zbulon, e kupton që e humba njërin më të rëndësishëm që më duhet ta kem me vete për të thu gjatë jetës. Kur unë e lexova këtë histori, tani po e kthej pak në një formë shumë shakaje këtë pjesën e fundit, mu kujtu ku im ka një vogël një humor i lecit edhe i cimës. Besoj ju e njihni atë gjithë në kohën tonë të 90-ave, ishte shumë i famshëm gjatë kohës kur ishin duke kërkuar unazën. Edhe unë nuk e mbaj mend tani është cima apo leci, kush i tha tjetrit, çfarë je duke kërkuar këtu? Ai tha unazën, po ku ke humbur? Tha e kam humbur atje, po atje është terë dhe këtu është dritë. Edhe prandaj jam duke kërkuar. Kështu që në këtë këndvështrim na ndodh në fakt ne të gjithëve që ndonjëherë kemi humbur diçka rrugës. Motra dhe vëllezër, kishe bëkuar është shumë interesante në fakt që në Bibël unë e gjeta një histori që kishte ndodhur që prindrit e kishin humbur një ditë pa pritur fëmijën e tyre. Jam pjesë e hyrjes e predikimit tim me temën mund të ecish gjatë për kujdes rrugës. Dhe kur unë e lexova këtë histori, në fillim mendova më të vetë, po si ka mundësi prit me du ta lexoj edhe një herë, sepse duket si një story, duket si një histori pak e çuditshme, të paktën nuk na vën re ndonjëherë kur ne lexojmë këtë histori që në Bibël, pas ka patur dy prind,
të cilët në fjalët tona moderne sot mund t'i quajmë kollaj edhe mund t'i akuzonim ndoshta si prind të papërgjegjshëm. Por jo me patjetër ishte kështu. Sidoqoftë, këta prindër në fakt që humbën fëmijën e tyre, vëllezër dhe motra, nuk ishin prindër të panjohur. Nuk janë prind panjohur për ty edhe për mua. Në fakt unë zbulova që këta dy prindër ishin prindrit e Jezusit. Ishte Jozefi me Marian. Jozefi me Marian ishin ata të cilët në fakt ju ndodhi kjo histori. E dini vëllezër dhe motra, ndodh ndonjëherë që nuk e shikojmë shumë Biblën me atë lloj këndvështrimin të rritjes normale të Jezusit në një familje të zakontë. Në fakt duhet ta pranojmë që Bibla nuk na jep shumë detaje rreth fëmirisë të Jezusit. Por besoj shumë që Jezusi është rritur në një familje normale, në një familje të një zrugtari, të një marangosi. Besoj që Jezusi bashkë me vëllezërit e tij dhe si pjesë e familjes së tyre, besoj e kanë jetuar jetën e tyre të zakontë, modeste. Nuk lexojmë, po besojmë shumë që edhe në atë kohë, krahas zhvillimit të tij, edhe ai ka shkuar në shkollë, siç fëmijët tanë që i qojmë sot në shkolla, ka ndihmuar në punët e shtëpisë, në shtëpi. Ne dim që her pas here mendojmë që ai ka shkuar edhe tek punishtja e babait të tij të Jozefit, edhe për të parë, po ndoshta edhe për ta ndihmuar, edhe e ka mësuar edhe profesionin e tij aty si marangos. Në vetvete Bibla nuk flet shumë qartë për këtë pjesën e fëmirisë të Jezusit. Dhe familja e Jezusit, prindërit e tij në fakt ishin njerëz të cilët në fakt e donin ligjin e Zotit. Ashtu siç ne vim të dielave në kishë dhe në shërbesat tona edhe gjatë javës, Bibla na tregon në fakt që Jozefi bashkë me Marien ishin gjithashtu prindër të cilët e mbanin, mund ta përdorë fjalën sot me fanatizëm, traditat e tyre judaike, e mbanin ligjin, e donin Torën, e donin 10 urdhërimet e Mojsiut, mundonin për të jetuar, për të zbatuar në ditën e tyre të përditshme, vazhdonin shkonin në sinagogat për si gjvim ne, për të festuar shërbesën. Dhe sigurisht që edhe festat e Perëndis ishin të rëndësishme që ata i festonin vazhdimisht. Dhe kur unë e lexova historinë, duke menduar për këtë djalë që u rrit në një familje të zakontë, të thjeshtë, që në fakt nuk flasim shumë për këtë, flasim që ai është Zot, që është e vërtet, që ai është mësuesi dhe kryemësuesi, që është e vërtet, ai është profeti dhe do të mbetet një nga profetët më të mëdhenj derisa ai do të vijë, është e padiskutueshme, nuk diskutohet, që ai është shpëtimtari i botës dhe nuk ka shpëtimtar tjetër, nuk diskutohet, ai është, ai do të jetë, ai do të vijë prap, ai do ta marrë kishën e tij. Por pikërisht, duke qenë që u rrit në një familje të zakontë, ai shkonte edhe në sinagoga. Dhe unë kam dëshirë për t'ju treguar ju që këtë që po e them, t'ja u dëshmoj si gjithmonë me fjalën e Zotit. Kështu që në rast se ke Biblën me mua, të inkurajoj që të lexosh ose të shkosh bashkë me mua tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 2. Aty do të gjesh bashkë me mua këto gjëra që i kam thënë deri më tani dhe këto që do të them edhe gjatë minutave në vazhdim. Luka kapitulli 2, vëllezër dhe motra, na thot këtë gjë duke filluar
nga vargu 41. Vargu 41 na thot kështu: Dhe prindrit e tij shkonin çdo vit në Jeruzalem për festen e Pashkës. Dhe kur ai u bë 12 vjeç, ata u ngjitën në Jeruzalem sipas zakonit të festës. Dhe si mbaruan ditët, kur ata u kthyen, familja e Jezusit ndeti në Jeruzalem dhe Jozefi dhe ema e tij nuk e dinin. Por, duke menduar se ai ishte me bashk udhëtarët, ata bënin një ditë rrugë, pastaj filluan ta kërkojnë midis farefisit dhe të njohërve, dhe duke qenë se nuk e gjetën, u kthyen në Jeruzalem për ta kërkuar. Vargu 46, dhe ndodhi që pas 3 ditësh e gjetën në tempull të ulur në mes të mësuesve, duke dëgjuar dhe duke u bërë atyre pyetje. Dhe të gjithë ata që dëgjonin habitishin për mençurinë dhe për përgjigjet e tij. Vargu 48, dhe kur ata e pan, mbeten të habitur, dhe ema i tha, Maria pra, birë, që na bërë kështu? Ja, yt atë dhe unë, po të kërkonim me ankth. Wow, Jezusi 12 vjeç. Njeriu shpëtimtar i botës, njeriu më i rëndësishëm që do të ishte në histori, dhe që është. Arrim të kjo histori, edhe e lexojmë që ata e harruan djalin e tyre në Jeruzalem. Për të shkuar vëllezër dhe motra nga Jeruzalemi, nga Nazareti që banonte familja e Jezusit, Jozefi dhe Maria, që ata jetonin në Nazaret, për të shkuar në ditën e shabatit në Izrael gjithmonë. Distanca e këtij udhëtimi ishte me parafërsi 140 deri në 150 kilometra. Në atë kohë, mjetet e lëvizshme nuk ishin si në ditët tona sot moderne. Për t'i bërë në atë kohë 140 kilometra udhëtim, shumicën e rasteve njerëzit udhëtonin me këmbë. Ata që kishin mundësi ndoshta me deve, por duke qenë se rruga ishte me rrezikshmërisë të lartë, sepse duhet që t'i binin ndonjëherë nga Samaria, një vend shumë i rrezikshëm dhe i pasigurt, ne dim nga historia që shpesh njerëzit duhet i binin pak më gjallë për ta devijuar Samarin, në mënyrë që mos i shkonin në rrezikut përballë, dhe kështu që rrugtimi bëhej më i gjatë. Dhe në këto 4-5 ditë e bënin gjithmonë për festen e Pashkës, familja e Jezusit shkonin nga Nazareti në Jeruzalem gjithmonë dhe çdo vit. Madje ata shkonin me farefisin, shkonin si familjar, për arsye që edhe nuk mund të udhëtoje në kohën e atëhershme për shkak të rrezikut të lartë, sidomos për vajzat edhe për gratë, ata gjithmonë udhëtonin në grup, esin se bashkë në grup. Një familje e madhe e familjes të Jozefit. Dhe tani, ata kanë shkuar, është shfësuar festa, dhe nga Jeruzalemi fillojnë për të kthyer prap në shtëpinë e tyre në Nazaret. Kuptohet edhe ne kur jemi në një festë, kur jemi në një gosti, kur jemi diku, shkojmë për ta nderuar, për ta festuar atë që na ka ftuar, për t'ia bërë respektin. Dhe e dim që ku të mbaron ai lloj gostie, duhet të hyjmë makinën tonë, atë shkojmë prap në shtëpi.
Mirë po, Bibla na thot që sa po e lexuam, që në këtë udhëtim, ata nga Jeruzalemi për në Nazaret, pas kanë udhëtuar një ditë këmbë. Tani motra dhe vëllezër, unë jam edhe pak personi që i mendoj pak gjërat me logjikën time, se jam edhe vetë prindër. Tani imagjinoj të lutem ti vetën tënde, kush është prind këtu? Ju që jeni prindër. Imagjinoni tani veten, ti e bashkë me burrin ose gruan, dhe pa pritur ke ecur një ditë rrugë, me idenë që djali jot, ose vajza jote, është me ty, po është pjesë e grumbullit të familjes. Dhe pa pritur e zbulon, ti mendon në fillim që është i sigurt, është me pjesën tjetër, si 12 vjeç, sigurisht që mendoj ka patur ai pjesën e tij të argëtimit, ka luajtur me gur, në atë kohë nuk kishte rrezikshmërisë për qëndrimi me smartphone-at, me iPhone-at, me gjërat, kështu që edhe ai ka qenë pjesë e lojës, kështu që ata kanë menduar që është pjesa e saj. Edhe ai, prindrit, Josefi me Marien e zbulojnë pas një dite që kanë ecur. Me temperatura që për ju që keni qenë në Izrael, nuk janë temperatura kështu si tek ne. Janë temperatura shumë të larta të nxehta. Ku lodhja është më e madhe se sa sot. Ku mungesa ujit dhe mungesa higjienës dhe gjitha tjerat e luajnë edhe ato pjesën e tyre të rolit. Dhe tani pas një dite rrugtim, ti zbulon, ata e zbulojnë që fëmia jot nuk është aty. Wow, çfarë shoku. Një të merr. Ti të mërrohesh. Unë, si prindër, në rast se djali ose vajza jonë, duke qenë se një dim orarin e shkollës, kur mbaron mësimi, dhe dim sa distancë ka nga shkolla për në shtëpi që të vi me autobus, ku kalojnë afërsisht një 40 minuta, 30 minuta dhe nuk ka ardhur si çdo herë në drek në shtëpi, ne merakosemi. Edhe telefonojmë. I them, "Sion, po ku je?" "O Gabriel." Izraele është akoma e vogël dhe çojmë dhe marrim vet. Por ne shqetësohemi për një kohë shumë të shkurtër. Merakosemi që i ka ndodhur diçka. Tani këta pas një dite e zbulojnë që fëmia atyre nuk është aty. Pas 140 kilometrave. Tani, unë thjesht kam dëshirë t'ju marrë në këtë histori me vete që ta lejojmë Zotin që në këtë udhëtimin tonë me Zotin ta kuptojmë për ta implementuar në jetën tonë se çfarë do të thotë kjo. Se është më të vërtet e ka prekur zemrën time. Unë jam i gëzuar për faktin që në momentin kur Maria me Jozefin e zbuluan që nuk e kanë fëmijët e ty, ata nuk e pranuan statusin kohë, nuk e pranuan realitetin për të thënë e humbem, hajtë mos ka gjë se do të jetë në një vend të sigurt. Nuk ka problem. Bibla na thot që Maria me Jozefin u shqetësuan kaq shumë sa që pavarësisht temperaturave të larta të diellit mbi 50 gradë, rrugës të pa asfaltuar me gur, mungesës me shumë probabilitet të ujit të pishëm, lodhjes të tyre të madhe, kur ata e zbuluan këtë gjë, që djali i tyre nuk është aty, ata nuk e llogariten as lodhjen, as mundin, as mungesa dhe as edhe një gjë. Ata, vëllezër dhe motra, Bibla na thot që u kthyen sërish me gjithë lodhjen e tyre dhe filluan
për ta kërkuar Jezusin. Dhe a di çfarë ndodhi? Ata filluan ta kërkojnë Jezusin dhe ne lexuam në Bibël që ata kërkuan 3 ditë të tjera rresht. Një ditë të kthehesh për ta kërkuar, edhe kërkuan edhe 3 ditë të tjera. Tani të lutem, imagjinoj shumë shkurt. Tani po e modernizoj pak predikimin tim. Unë nuk kam qenë asnjëherë, por kam dëgjuar që Prishtina Mall, këtu tek ju, është qendra më e madhe në Ballkan apo jo? Tregtare. Okej. Unë nuk kam qenë dhe nuk i njoh korridoret, nuk i njoh katët, nuk i njoh rrugicat, e njoh atë që është në Shqipëri që quhet Teg. Dhe unë thash po e modernizoj tani, fëmin unë e kam humbur bashkë me Frosinën, vajzën time aty, larg qoftë, madje unë them kur mos qoftë, jo larg qoftë, se larg qoftë është një ditë do të ndodh, kur mos qoftë. Në mes të Prishtina Mall. Faleminderit për ti kupton dhe fillon dhe e kërkon. Në Tegun në Shqipëri ka shumë dyqane të vogla brenda Tegut. Thuhet madje që mund të jenë diku tek mes 200 dhe 230. Hapen çdo ditë, ca hapen tjerë, ca mbyllen, edhe kështu zëvendëson. Tani në mes të asaj ti shkon e kërkon fëmijën sepse nuk e ke parë në korridore, e kërkon, nuk e ke gjetur. Hyn në tjetrin. Çfarë bën? Vazhdon edhe i pyet të tjerët. Hey, e kam humbur tani, unë akoma s'kam arritë pikë, po e them tani. Tek Turpi. Hey, e kam humbur fëmijën. Ti shkosh në Prishtina Mall. Ta pranosh që e ke humbur fëmijën, e ti thua tjerë, hey, vajza ime i kishte pantallonat e kuq, këmishën blu, është kaq e gjatë, është pak kështu e zmerë si puna ime, të lutem i ka flokët kështu, të hapna, të lidhin kështu, a mos e ki pa ndonjë vend kështu ku është ajo vajzë kështu. Në rast se jo, të lutem në rast se e shikon, më ndihmo ta gjejmë, i mobilizon të gjithë për ta gjetur. Wow, çfarë skene. Hyn në çdo dyqan të Prishtina Mall, hyn aty brenda korridoreve në çdo vend, pyet çdo njeri, dita parë ikën. Kështu imagjinoj Jozefin dhe Marian për 3 ditë rresht u kthyen në Jeruzalem, të lodhur pas një ditë udhëtimi tjetër, dhe ditën e parë ishte pjesë dështimi. Ata nuk e gjetën Jezusin në ditën e parë. Ata vazhduan dhe kërkuan Jezusin edhe nuk e gjetën Jezusin as në ditën e dytë. Por ata nuk u dorëzuan vëlla dhe motër. Pse nuk u dorëzuan? Ata donin më patjetër sërish ta kishin djalin e tyre aty. Sepse donin djalin e tyre dhe kishin merak që mund të ndodhte diçka ose që i ka ndodhur diçka, donin që djali i tyre të ishte prap pjesë e jetës së tyre, e familjes së tyre, që të ishin të gjithë prap të lumtur të gjithë së bashku. Ata nuk e pranuan realitetin në të cilën e kishin bërë që e humbën djalin rrugës. Dhe mbi të gjitha, ata u deshen në kulturën judaike për ta pranuar edhe turpin. Dhe në kulturën e atëhershme, ishte shumë e vështirë që ti do ta pranosh që te ka ndodhur kjo gjë, sepse klasifikoheshe si i papërgjegjshëm, si prind. Edhe imagjinoje tani, Jozefi, Maria, me gjithë lodhin e tyre tani vjen edhe stresi i të tjerëve, edhe turpi i të tjerëve, por ata nuk u dorëzuan. Ata e morën një vendim për ta kërkuar djalin e tyre. Dhe Bibla thotë që pas 3 ditë ata, Jozefi dhe Maria, e gjeten birën e tyre. Çfarë turpi në fillim kur ne lexojmë këtë histori? Dikush ta humb fëmijën e vet? Por tani ne jemi sot këtu, edhe vëllezër dhe motra, është pak e frikshme për ta thënë, por e vërteta është që kjo gjë mund të ndodhë ty edhe mund të ndodhë edhe mua
në rrugtimin ton bashkë me Zotin. Unë si mentor dhe bashkë edhe me ju, në rast se nuk jemi të kujdesshëm, mundet që do të na ndodh edhe neve, edhe asun nuk jam imun që nuk mund të më ndodh kjo gjë, dhe as ti nuk je imun apo imune që mundet që të ndodh. Këtu kam dëshirë që do të ndaj një pjesë të shkurtër të historisë time në lidhje me atë që edhe pastor Fëmiu tha rreth qendrës tonë. E vërteta është aty dhe ajo flet vetë për hir dhe për lavdi të Zotit Jezus. Kompleksi CFN është një nga komplekset më të mëdha të krishterë në rajonin e Ballkanit, po mos themi edhe më gjerë. Dhe ai nuk është një bekim vetëm për gjithë vizionin dhe shërbesat tona, ai është kthyer tashmë një aset, një bekim kombëtar për gjithë trupin i Krishtit ose për pjesë të mirë të trupit i Krishtit në Shqipëri dhe përtej. Por atë që ne sot e shohim, atë që ne sot e shijojmë, e prekim, e dëshmojmë që gjërat e pamundra për njeriu janë të mundra për Perëndin, e ka burimin diku një vend sekret në vitin 2013, që me përulje në atë kohë dhe me përulje edhe sot, sepse do të mësojmë nga gabimet tona, në vitin 2013 ndodhi një gjë, një përjetim që nuk më kishte ndodhur asnjëherë më përpara në rrugtimin tim bashkë me Zotin. Si pastor, së bashku me Frosinë ne jemi shuguruar, i themi në Shqipëri, jemi vajosur në vitin 2006 që kemi marrë këtë lloj përgjegjësie nga drejtuesit e asaj kohe. Dhe në momenti kur ne na u besua përgjegjësia, në fakt nuk ekzistonte një CFN. Në fakt kishte vetëm një shërbes të thjeshtë të zakon që quhej Shkolla e Biblës për shqiptarët. Në një shkollë që në fakt kishte vetëm 2-3 student, leadershipi në atë kohë vendosi për të larguar për shkak të mos suksesit, nga sot për nesër morë vendimin për të larguar në vendin e tyre të origjinas, dhe kështu që shërbesa ishte e rrezikuar, ajo pak shkollë e vogël e Biblës për shqiptarët, por rrezikoshe për të mbyllur. Kështu që nuk ishte i njohur, nuk ishte regjistruar përpara shtetit, s'kishte as njerëz, as staf, as strukturë, as edhe një gjë. Ne ishim bashkëpunëtor që kishim filluar të shërbenim aty që në vitin 2003, 2004 dhe 2005 dhe historinë që po tregoj ishte në vitin 2006. Kështu që në vitin 2006 ne na u besua kjo lloj shërbese, është historinë e vetes se si kemi thënë po ndoshta shumë shkurt po e them. Unë kam mbaruar për ekonomi i biznes studimet e mia të para në Gjermani. Me pas hyra në pjesën e teologjisë, dhe në atë kohë në vitin 2006, për hir të një miku tim dhe për hir të studimeve të mia andaj, mu ofrua një ofertë pune, nuk dua preferoj t'ja them emrin, por është një nga kompanitë globale edhe sot e kësaj dite, me reputacion dhe emrin më të madh që njohin të gjithë njerëzit në fushën e sportit. Është marka sportive që është e promovuar pothuaj në çdo Champions League, në shumicën e ekipeve më të mëdha i kantrikut me logon e tyre, me emrin e tyre, dhe mu prezantua për të qenë drejtori kombëtar i mbikëqyrjes të filialeve në Ballkan. Përgjegjësia ime ishte që të vishisha vetëm sportiv, ta promovoja vetëm gjithmonë produkte të reja, këpucet e reja dhe gjithçka tjetër të shkroja, a janë raftet, sirtaret sipas asaj standardit të tyre me masa, me gjëra, me ngjyra, a kanë dalur atletet e duhura dhe gjithçka tjetër. Dhe në të njëjtën kohë kisha një mundësi për të thënë asaj shkolle të Biblës që tashmë ishte në rrezik ekzistence për të thënë po, ishin paralel të dyat.
Kur tregoj një histori shpesh më kujtohet djali ynë i madh, sepse her pas here rrinin edhe tani jo me, po para 2-3 vite vazhdon të më thoshte, o bapo, sikur ti kishte thënë atyre po dhe jo CV-n-s, si do ishim sot. Por unë se s'jam penduar për asnjë minutë që e kanë investuar për këtë shërbes, nuk jam penduar kur për këtë vendim që e kam marrë, por ishte një vendim shumë i madh. Dhe unë i thash CV-n-s po, i pa ditur, i pa arsimuar teologjikisht, i pa njohur në Shqipëri, jo vendas i ardhur si puna e Abrahamit në Kanan, askush nuk e njifte mentoramen CV-n jo se s'kishte, dhe në atë lloj situate ne i tham po. Po nga bindja që Zoti na kishte dhënë një varg tek Zanafilla tek Zbulesa kapitulli 3, që thotë kam vendosur përpara një dere të hapur që askush nuk mund ta mbyll, ishim të sigurt që po shkelim mbi një drast të sigurt, edhe që nuk e dinim se si do të ishte ajo. Dhe ne tham po CV-n-s. Dhe nga i zjarri, nga i entuziazmi, nga i dëshira për të ndërtuar diçka në thirrjen tonë, atëherë unë i hyra punës me mish edhe me shpirt. Kështu që nga 2006 që morëm drejtimin, deri në 2013, tek historia që jam duke afruar për të treguar, ne nuk kemi kursuar as minutë, me gjithë fëmijët tanë i merrnim frosina, do më thënë fëmijët tanë janë rritur në Kish. Ne shkonim, s'kishim as mundësinë atko nga 2006 deri në 2009, gjitha takimet i kemi bërë me këmbë, s'kishim mundësirë as një veturë, as një automjeti, gjithçka Sioni dhe Gabrieli në fakt të dytë janë rritur në klasën me studentët, me gjëra në çdo vend ku ne ishim që për shërbesat njërin bante njërin tjetrin. Dhe kështu që nga gjithë ky entuziazëm që ishte dëshira shumë e mirë, duhet me kuptoni, ne kishim para nesh një vizion të qartë, e kishim një thirrje të përcaktuar, e dinim që kjo është ajo që Zoti na ka thënë, dhe donim me mish dhe me shpirt për të realizuar atë, gjë që kemi bërë edhe mirë. Jam i gëzuar që nuk e kemi bërë keq. Dhe jam i gëzuar që nuk kemi dorëzuar rrugës, se ka patur arsye dhe faktor sa të duash. Por ne kemi vazhduar. Por në 2003, nga që jeta ime u automatizua, shkon në klasë, jep mësim, zbrit nga klasa, përgatitur prapë për studimin tjetër Biblës, nga studimi tjetër Biblës do të përgatitesh për shërbesin të dielën, do të përdikosh, do të shkosh, do të ngjillëzosh, në atë kohë dhe kishim edhe staf, jo atë që kemi sot më patjetër. Shumë gjëra e bën vend. Kështu që jeta ime u automatizua. Unë po i bëja gjërat për Zotin. Po fatkeqësisht vëllezër dhe motra, unë e kisha harruar Zotin brapa. Dhe në 2003 e çoj djalin në shkollë, si gjithmonë, si çdo ditë, e le te klasa, hip makinës, kthehem, edhe si gjithmonë, hy në zyrë, në atë kohë s'kisha një laptop, e kisha një kompjuter, dua ta ndes kompjuterin, e Zoti më thot, mentor, mos e ndes kompjuterin. Jo vetëm kaq, ai më thot, nuk më intereson shërbesa jote, po më intereson ti. Tani dëgjoj pak. Ti shërbesh atij nga 2006 deri në 2013, e ta dëgjosh me vesh të tu, që ai i kreu shërbesës të thot nuk më intereson shërbesa jote, interesant që ai nuk më tha shërbesa ime. Ai më tha nuk më intereson shërbesa jote. Dhe unë ju ktheva direkt. Reagimi im i parë njerëzve që unë ju ktheva, siç Maria që ju kthye Jezusit. Më duket ndoshta edhe ose Maria ka patur ADN shqiptare ose ne të asaj se ajo ju kthye, se normalisht kur ti humb fëmijën tënd, edhe kur ti e gjen, ti gëzohesh. Ti shkon në përqafon, ti thua, o shqyqyr që gjeta, e merr përqafon në puth, e pyet, a je mirë? Maria i kthehet, i thot, gjbërë o birë, që na bërë kështu, i thot Jezusit. Ndoshta probabilitet, thjesht shaka në thonjza. Mund të ketë patur të një nga Ballkani Maria. Ose ne nga ajo. Dhe në atë moment, të 2013-ës, unë e kuptova korrigjimin e Zotit që ma bëri. Tha mentor, më intereson ti, po nuk më intereson puna jote. Dhe i thash Zot, po jam duke bërë punën tënde. Tha mentor, më intereson ti. E kuptova mesazhin e Zotit, jam ulur në karrikën time të zyrës, dhe aty vëllezër dhe motra, Zoti e ka bërë një operacion kirurgjikal frymëror
në jetën time të mentorit. Aty e kam përjetuar Zotin si nuk e kisha përjetuar as në fillimet të para të mia të besimit. Aty u dash Zotit Jezus për të bërë shumë gjëra në zemrën time. U dash për të riformuar disa gjëra, për të pastruar disa gjëra, sepse unë isha automatizuar, unë isha duke menduar, po i bëj gjërat me atë, po fatkeqësisht kisha harruar që kisha lënë diku mbrapa dhe nuk kisha duke i bërë gjërat bashkë me atë. Shërbesa kishte sukses, ajo ishte duke u rritur. Kishim njerëz që po e përqafonin ungjillin. Kisha që sot është lëvizja e bashkësive dyert e hapura në Shqipëri, që kemi 3 bashkësi, kishte lindur në vitin 2009, ajo filloi të ekspozohet, njerëz fillohen që të vinë në pendim, konferencat filluan që të rritet, CFN-ja mori një emër, u regjistrua, stafi erdhi dhe gjithçka tjetër. Dhe në ato vitin 2013, unë e kam marrë atë pamje që sot e shikojmë dhe e prekim po gradec në pjesën vizuale që Zoti ma dha. Por përpara sa e ma dha, në zemrën time kishte nevojë që të ndodhe diçka. Vëllezër dhe motra, rreziku më i madh i ditës së sotme për ne si besimtar është që ne e ndjekim masën e njerëzve. Rreziku më i madh tjetër i neve është sot që jemi të rrezikuar për të përqendruar dhe për të harruar gjën më të rëndësishme që është në udhëtimin ton, që është Jezusi. Nuk jam duke thënë që e humbim shpëtimin, por jam duke thënë që largohemi nga dashuria jone e parë, siç na thuhet edhe tek zbulesa 2, vargu 4 dhe vargu 5, Perëndia aty vetë Zoti e korrigjon kishën e Efesit edhe thotë që nuk je as i nxehtë dhe as i ftohtë, por je vakur. Ai e korrigjon kishën e Efesit, thotë që je larguar nga dashuria ime e parë. Edhe në fakt mua, se unë filloj nga unë me këtë mesazh, unë isha një nga ata Jozefat, të cilët nuk isha vënë kujdesin marrëdhënies time personale me birin e tyre Jezus. Rreziku është që ne të gjithë, nga që jemi të angazhuar me motivin e duhur, me nevojën e duhur, për kauzën e përbashkët, me gjitha të gjëra, është rreziku që nuk përjashtohem as unë dhe as ti, të cilët në këtë udhëtimin ton, me gjithçka çfarë sot na përqendron, mundet që të kthehet një bumerang rreziku për të na harruar gjën më të rëndësishme. Gjën më të rëndësishme që është marrëdhënia jonë me Zotin, që është marrëdhënia jonë me Biblën, që është Jezusi bashkë me ne në varkën tonë. Ne e dim që aty kur Jezusi është, aty gjërat do të ndodhin. Aty ku dishepujt ishin pa Jezusin në vark, ata kishin frikë. Dhe çfarë bën në momentin kur ata e kuptojnë? Shkojnë dhe zgjojnë Jezusin. Vëlla dhe motor, kur ti e ke Jezusin në jetën tënde, kur ai është i zgjuar dhe ti e kupton që ai është me ty, ti nuk ke nevojë të kesh frikë as nga masiviteti i shoqërisë, as nga një përqendrim tjetër. Ti dhe unë jemi të sigurt. Rreziku është që sot jemi shumë të përqendruar. Edhe një nga rreziqet e tjera është që mundet që të na dëmtojnë për ta humbur këtë Jezus rrugës. Dhe thash nuk e kam fjalën për shpëtimin, e kam fjalën për dashurinë tonë të parë me atë, e kam fjalën për intimitetin me atë, e kam fjalën për kohën e lutjes, e kam fjalën për të kaluar kohë me Biblën. Është një nga rreziqet që jam duke u marrë tani vetë personalisht, është për ta vendosur vetes time një orar të kufizuar kur do ta përdor këtë gjë që kam në dorë. Rreziku më i madh që jemi duke shkuar sot, që është drejt kësaj botet e avancuar të teknologjisë, që i kanë bërthyer njerëzimin, tashmë jo vetëm të rinjt, por afërsisht çdo mosh, habitesh në autobus kur shkon në Tiranë, në rasti nga Tegu për në qendër, nuk shikon tashmë vetëm të rinjt që janë të mbërthyer pas ekranit të smartphone-it të tyre, por shikon tashmë edhe gjeneratën tjetër. Gjenerata që është 50+. Edhe ata gjithçka
është një rrezik që mund të na përqendroj dhe mund që t'i marrim gjërat vetëm ato kalimthi. Vëllezër dhe motra, jeta nuk është ashtu siç e shikojmë gjithçka këtu për ne besimtarët. Dhe fatkeqësisht jemi të rrezikuar dhe ne si besimtar, sepse mund ta përdorim për të mirë. Edhe këtu ka predikime të mira, edhe këtu ka mesazhe të mira, por si besimtar duhet ta dim diçka. Duhet ta kemi Jezusin vetë personalisht. Dhe unë jam i gëzuar që ju nuk hiqni një dorë nga të mbledhurit së bashku. Facebooku dhe Instagrami dhe gjitha ato të tjera si kanë emrin, e kanë pjesën e tyre, ndikimet e tyre të cilët janë shtesë në udhëtimin tonë me Biblës, por asnjë nga rrjetet sociale, asnjë nga pjesa tjetër e shoqërisë, as vetë besimtarët i cilët mund të jenë të shumë të qindra dhe mira në udhëtimin tonë, nuk e zëvendëson kurrë leximin tënd personal me fjalën e Zotit. Edhe kjo, unë kur e kuptova në veten time se ku kisha përfunduar, atë gjëja e parë që unë bëra, e kërkova Zotin. Sepse ti tani do t'jesh tu dhe unë jam afër fundit, është, po tani, o pastor, për ndoshta në gjitha ato gjëra që i the, ndoshta mund t'jemi dhunë. Sot, qoftë për ne që jemi këtu, prezent, apo për ata që janë duke na ndjekur online, për thënë, po, tani kush është zgjidhja e kësaj gjëje? I dini tek Mateu 7, nga vargu 7 dhe në vargu 11, aty na thuhet që trokitni dhe do t'ju hapet, kërkoni dhe do të gjeni. Bibla na ka dhënë një zgjidhje që në rast se humbim diçka, ne do ta gjejmë prap me kushtin që do ta kërkojmë atë gjë. Edhe në rast se në këtë rrugtim ton, edhe thash këtu, askush nuk është imun, pavarësisht sa vite kemi me Zotin, 25 apo 30, që jemi të sapo kthyer apo diku në mes 10-s apo 15-s, pak rëndësi ka. Neve të gjithëve mundet që do të na ndodhin gjëra rrugës, që mundet që të na marrë vendmendjen e kuptojmë që s'është aty. Edhe një nga rreziqet tjetër është edhe zhgënjimi, lëndimi nga vetë njerëzit tonë të dashur. Edhe ndonjëherë themi, por hey, kam kaq shumë vite dhe disi sikur prap me lënduan, prap me ofenduan, prap me fyen, prap ata u larguan. Unë kam dëshirë nga zemra për t'ju inkurajuar, mos hiqni dorë edhe në rast se njerëzit ju kanë zhgënjur, edhe në rast njerëzit e familjes, qofshin ata besimtar, apo të farefisit, apo kush dojnë ata. Vëllezër dhe motra, mbahuni fort tek Zoti, sepse atë që keni investuar për jetën tuaj për Zotin, Zoti ju ka parë në gjithçka. Atëherë kur ju keni qarë për Zotin, atëherë kur lindimet plagët ka qenë të thella, ku thua që kam investuar për tërë këto vite në jetën e 10-rave dhe të 100-rave, dhe askush nuk me ka vlerësuar, askush nuk me ka nderuar, askush s'me ka parë, unë sot kam një lajm të mirë afër fundit për ty. Është dikush që të ka parë. Është dikush që shef gjithçka. Edhe jo vetëm që shef gjithçka, por edhe të shpërblen për atë. Edhe ai është Jezusi. Prandaj, le të nxisimi nga kjo fjalë. Le të marrim zemër dhe kurajo nga guximin që e pati Maria dhe Jozefi, që nuk u pranuan me realitetin që vetëm humbi dhe kaq, por le të jenë ata modeli për ta kërkuar atë gjë të cilën e deshin kaq shumë. Edhe në fund e gjetën prap fëmijën e tyre. E kishin prap mundësinë për ta përqafuar. Nuk kam shumë kohë, por është sërish një model, Luka 15, djali humbur dhe jati tek dritarja, duke parë kur do të kthehet me gëzim. Pavarësisht çfarë kishte bërë. Dhe pavarësisht çfarë ne kemi bërë, ndoshta ndonjëherë mund të kem qenë ne fajtor, por Zoti nuk na gjykon. Ai thotë, të lumt biri im dhe bia ime, që më kërkove
sepse unë isha duke të pritur. Dhe jam duke të pritur. A mund të lutemi si bashku të lutem? Dhe unë kam dëshirë që të lutim aty ku jemi. Ti e di shumë mirë, dhe askush nuk e di më mirë se sa ti, në cilin stacion ke ndaluar sot, kur stacion jytë, në cilin gjendje je, unë mund të përgjigjem për jetën time. Dhe nëse Zoti ka folur zemrës me ndonjë fjalë nga këto, atëherë ki kurajën dhe guximin si Jozefi dhe Maria, dhe thuaj tani Zotit, Zot, dua sërish të jem tek ajo dashuria e parë. Dua Zot prapë që të më duash. Jam këtu. Edhe atë Perëndi, faleminderit që ti nuk je një Zot që gjykon. Zoti Jezus, faleminderit që ti nuk je një Zot që vetëm Perëndi na len edhe në rast se ne kemi qenë të vakët, jemi hutuar rrugës, jemi të lënduar, apo aq më larg që ndoshta ndonjëherë dhe kemi hequr dorë. Po Zot, krahët e tua janë hapur, edhe unë të falenderoj shumë që ti je gjithmonë zemërgjër, edhe ti pret gjithmonë me dashurinë tënde për të kthyer njerëzimin te krahët e tu të dashurisë. Ti vetë je dashuri. Ti, Zoti Jezus, je ai të cilin Perëndi je gjithmonë me mall. Ke qenë nga fillimi që ke kërkuar njeriu që të kthehet tek ty. Edhe Zot Perëndi na jep zemër, na jep kurajo, aty ku jemi të dekurajuar, aty ku ndoshta Perëndi kemi pritur më shumë frute, por nuk e kemi parë. Zot, ti e ke parë çdo investim tonin, ti e ke parë çdo përkushtim, ti e ke parë çdo lot, ti e ke parë gjithçka. Zot, ne të nderojmë ty, ne të falenderojmë ty, ne themi faleminderit Zot Perëndi që ti je ai Zoti, të cilit gjithmonë na tërheq me dashamirësinë tënde. Jezus, faleminderit shumë që ti vetë e bëre një eksperiencë të këtill, ti vetë e di e ke ndjesinë se çfarë do të thotë ti jesh ndonjëherë vetëm. Halleluja, dhe ti na kupton. Ti më kupton mua, ti na kupton ne ndonjëherë kur jemi ndjerë të vetmuar vetëm në rrugtimin tonë. Edhe kjo ngushëllon zemrën time, kjo jep zemër zemrës time, sepse kam një Zot që më kupton në gjithë këtë udhëtim. Më ndihmo të dua më shumë, më ndihmo që të qëndroj afër teje, afër këmbëve të tua. Më ndihmo që të jem ndonjëherë si puna e Gjonit, që do të vijë tek krahët e zemrës tënde, të dëgjoj të rrafrat e tua, Zot. Të dëgjoj fjalë për thënë, të lumt, biri im dhe bia im e dashur. Jezus, të duam ty dhe të ndërojmë dhe të lartësojmë edhe të falenderojmë për gjithçka, Zot. Bekuar qoftë emri yt, lutëm mbroje këtë fjalë, Zoti Jezus, në gjithçka në hirin tënd. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti ju bekoft.
që